Festa e Fitur Bajramit është një moment gëzimi, falënderimi dhe solidariteti. Pas gjithë këtij muaji sakrificë ne të gjithë besimtarët musliman, shpresojmë që ky agjërim të jetë një agjërim i pranuar e patjetër edhe lutjet e juaja të jenë të pranuara. Ne sot gjendemi këtu pranë xhamisë Detarëve, ku do të realizojmë një intervistë mjaft të bukur. Bëhet fjalë për një djalë që ka mjaft talent. Talentin e tij e shpreh përmes këngës, përmes ilahive. Ai është djali jon ulqenak Xhenismani, por gjithashtu me të kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi edhe kompozitorin e këngëve të tija dhe bashkëpunëtorin e tij, zotëri Fatmir Hasa. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se vini dhe gëzuar edhe njëherë Fitur Bajramin. Përshëndetje edhe për ju dhe për të gjithë rishikuesit të televizionit të Uta. Së pari duhet të shfrytëzoj rastin të uroj juve dhe të gjithë besimtarëve musliman festën e Fitur Bajramit, duke ju dëshiruar shëndet, gëzim, harmoni në familjet tuaja. Po urime edhe nga une, Xhenisi i thotë të gjitha, kështu që i bashkangjitem urimit. Xhenis, si po a kalon këtë Fitur Bajram? Unë këtë Bajram po a kaloj shumë bukur me familjen time, duke pritur musafir. Kjo nuk është ilahia jyte e parë që ti e këndove. Vjen një cover, sepse ne e kemi dëgjuar edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, sepse e kemi interpretuar në televizionin të Uta, me zërin tënd të këndshëm na ke kënaqur, por më trego si po ndjehesh prej interpretimit të kësaj ilahie. Mua më tepër kur interpretoj ilahi më frymëzojnë mesazhet që përcjell ilahia. Xhenis, cila ishte ndjesia jote kur e lançove ilahin e parë? Unë kur e lançova ilahin e parë, kisha kënaqësi të madhe dhe u ndjeva shumë mirë. Çfarë mesazhi dëshiron të përcjellësh përmes këngëve dhe ilahive që ti këndon? Unë përmes ilahive që këndoj, unë dua t'ju përcjell që duhet të sillemi mirë me njëri tjetrin, jetojmë njëri tjetrit fjalën e mirë. Çfarë domethënie ka për ty Fitur Bajrami dhe a ka ndonjë ilahi që ti e këndon me shumë shpirt dhe shumë emocion? Për mua, Fitur Bajrami ka një domethënie shumë të madhe sepse njerëzit në këtë festë bashkohen me njëri tjetrin. Nuk është se kam ndonjë ilahi të veçantë sepse unë të gjithë ilahit i këndoj me shpirt. Xhenis, cilat janë ato projekte dhe a do të ketë ndonjë projekt të ri që ti do të na sjellësh përveç qofshin ato ilahi apo këngë të tjera? Së pari duhet të shfrytëzoj rastin t'i falenderoj kompozitorit tim Fatmir Hasës. Besoj që do të ketë edhe ilahi tjera. Patjetër, Xhenis, ne presim shumë këngë dhe shumë ilahi të tjera që ti të kompozosh dhe ti këndosh, sepse ti je një djalë, një talent që pavarësisht gjithçkaje nuk ndalesh dhe gjithmonë i jep të gjithë atyre që kanë ndonjë problematikë ose që janë në një moment vështirësie, ti gjithmonë i jep një frymëzim për të vazhduar përpara. Ne ti urojmë ty gjithmonë jetë të gjatë dhe shumë suksese. Po ashtu tashmë ne do të bashkëbisedojmë edhe me kompozitorin tënd Fatmir Hasën. Fatmir, e dim që je një bashkëpunëtor i Xhenisit të sa kohë, që nga fillimi i karrierës mund të them, fillimet e Xhenisit. Më trego pak si kompozitor i këngëve të Xhenisit, si e zbulut talentin e Xhenisit? Me Xhenisin njihen atë qysh në qerdhe, do të thotë 2017 ose 18. Ai kishte vetëm 5 vjet më duket. Atëherë kam pas dhe projekte në qerdhen Solidariteti, ku kena punu së bashku 2 ose 3 këngë me të gjithë fëmijët e qerdhes. Dhe qysh atëherë kena fillu bashkëpunimin të njihemi edhe të punojmë bashkë. Cili ishte ai moment që ju pikërisht ja vrejtët talentin e Xhenisit dhe zbuluat që Xhenisi ka një zë të bukur edhe për këngë, por edhe për ilahi? Po, mas qerdhes erdhi shkolla, mandej filluan festivalet e fëmijëve, siç e dim kanë ekzistuar. Nuk e di a ekzistojnë ala, por në atë kohë Xhenisi ishte lënduar për festival dhe ato vite kena bërë shumë këngë të bukura
për fëmijë, disa vite, dhe ashtu, gjatë gjithë kohës me Xhenisin bashkë. Xhenisi ka pasur dhe ka kënduar këngë të ndryshme dhe të shumta, siç në festivalin e fëmijëve, por patjetër ka marrë pjesë edhe në festivale në për rajon, në për Kosovë, dhe na tregoni pak cili ishte ai frymëzim që të bënte edhe Ilahi. Po, zgjedhjen e bëri vetë Xhenisi për të gjitha këngët, po edhe për Ilahi. Ne jemi këtu që ëndrat t'i bëhen realitet. Po, ish munduar, ka marrë pjesë në të gjithë festivalet, edhe jashtë rajonit, edhe këtu, edhe me suksese ka qenë çdo herë. Ju si kompozitori këngëve të tia dhe si bashkëpunëtor i fillimeve të këndimit të Xhenisit, si e shihni sa ka potencial Xhenisi që të vazhdoj më gjatë dhe të këndoj këngë të tjera? Potencialin e Xhenisit është shumë të madh, edhe mendoj që ka me vazhdu këtë rrugë se ai e don këngën, edhe gjithmonë e ka me qef. Këngët shumicën i përzgjedh vetë, por do t'ishte e mirë që edhe në shkollë të ketë potencial, ta kryjnë shkollën më parë, e mandej muzikën edhe këndimin ta ketë si hobi, edhe kështu të vazhdojnë, inshallah, tanë jetën e këndimit. Sa mund të na shpalosësh pak natyrën e Xhenisit me juve si kompozitor, si është Xhenisi? Është i lirë, ka qef zhvillimin e karrierës në këngë dhe në muzikë? Me Xhenisin kena shumë kënaqësi kur punojmë së bashkut, edhe gjithmonë punët na ecin marë. Ashtu si paramenom, ashtu edhe na ecin bukur. I shumë fëmijë i dashtën, edhe çdo gjë në rregull. Ju si kompozitori këngëve, na tregoni pak sa mendoni sa është e rëndësishme mbështetja tek të rinjët, tek brezët e rinj? Mbështetja vjen nga prindërit së pari, ose duhet të vinë nga prindërit, e pastaj nga, në këtë rast, nga kompozitorët ose profesorët që i kanë në shkollë. Ai është mbështetja më e madhe për fëmijët tonë. Cili është ai mesazh kryesor që ju keni përzgjedhur të përcjellni përmes këtyre ilahive? Pasi kjo pyetje do të jetë për Xhenisin si përgjigje, se mbasi ai i përzgjedhi këngët e ilahive, por unë do të kisha një urim, do t'ju uroj shikuesve t'juaj festën e Fitër Bajramit edhe gjithë të mira. Xhenisi tashmë do të na sjellë edhe disa vargje të ilahis. Le ta dëgjojmë. Ezani i par, toke qelin gjalli, Bismillah tha zemra, në sejdë balli, Bismillah tha toka, Bismillah tha qelli, përshëndetje tona i kthen pejgamberi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, çdo ditë bëhet fest nëse s'bajmë gjyna. La ilahe illallah, la ilahe illallah, çdo ditë bëhet fest nëse s'bajmë gjyna. Faleminderit edhe njëherë që ishit me neve dhe edhe ne nga stafi i televizionit Teuta ju urojmë Fitër Bajramin, gëzuar edhe njëherë. Ndërsa ju shikues të radio televizionit Teuta, qëndroni me ekranin e televizionit Teuta dhe me programin Maraton të përgatitur për këtë festë të Fitër Bajramit. Shikim të këndshëm.